Përshëndetje Thomas, si do ta vlerësoje paraqitjen e skuadrës tuaj sonte? Mua më pëlqeu ndeshja, duhet ta them, më pëlqeu shumë. Mendoj se pati ngritje dhe ulje në performancë. E nisëm me shumë kontroll, por nuk arritëm të krijonim raste, gjë që është normale kundër Shqipërisë. Ata kanë mësuar vetëm 5 gola dhe ne shënuam 4 kundër tyre, ndërsa të gjitha ekipet tjera bashk arritën vetëm 1 gol. Janë ekip i organizuar, i trajnuar mirë, luajnë me përkushtim maksimal. Unë ndjej thuajse si një ndeshje kupe sot. Luajtën si underdog. Stadiumi i mrekullueshëm, atmosferë shkëlqyer. Është e vështirë, kështu që jam i lumtur që mbetëm pozitiv, të duruar dhe patëm ndikim të mirë nga lojtarët e pankinës në momentet e vështira. Mendon se patët fat te mënyra se si shënuat golin e parë? Po, sigurisht. Dhe ishte një goditje standarde, shumë e rëndësishme. E pa më njëherë efektin pas golit. Sa më të sigurt u bëm, sa më të rrjedhshëm u bëm në ritëm. Më njëherë gjen mirë hapësirat gjysmë pozicionale. Është krejt normal. Prandaj ishte thelbësore sot të shënonim të parët dhe të mos shkonim në disavantazh në këtë stadium ndaj këtij ekipi dhe e realizuam. Sa je i kënaqur që u kualifikuat në botror me një rekord perfekt, pa pranuar asnjë gol. Fantastike. U thash lojtarëve, mos mendoni kurrë se kjo është normale. Keni bërë një punë të jashtëzakonshme në 3 grumbullimet e kaluara që kemi pasur vazhdimisht, dhe angazhimi i grupit është në nivelin më të lartë. E ndjejmë që po lidhemi me njëri tjetrin dhe që po u pëlqen të luajnë bashkë.